Më shumë në London duke u largu. Se ne që duhen... O, bre, Alba. Nuk duhen vetëm për të mirat e njëri tjetrit. No, të skuqe djalin, mëre. No, o lem, asë s'besohet. S'besohet, Veti lufta për të parë njëri tjetrin mirë, është gjëja më e bukur që ekziston këtë jetë, që fal dashnia hyjnore. Gjithmonë pozitiv, asnjëherë mendimet të këqija dhe gjithmonë vetëm ata që më do. Okej. Alba dhe Limi duat fokusohen pak edhe tek banorët tjerë të cilët diçka të lutem. Kishim mbarova. Okej. Se I dëgjoja vazhdimisht fjalët Loni, po shpreh prapat opinionin e Dua vet. ta pyes edhe lëndrimin. Në rast se njerëzimi mendon tani se vetëm me 2-3 fjalë negative sipërfaqësore ne duhet lejmë gjërat më me peshë, për mua mendoj që është gabim. Kur ke para vetes një njeri që me vepra të ngrem mbi çdo gjë tjetër, ashtu siç Limi e ka bërë me mua, dhe në momentet e veta më të vështira, Limi është personi që edhe në momentet e veta më të vështira, prap ka zgjedhur të veproj, jo vetëm për të mirën e vet, po duke llogaritur edhe të mirën time. Dhe une, gjithë ndjesinë që kam për Limin, dhe gjithë luftën dhe veprat që Limi I ka bërë për mua, edhe kur ai është ndjerë në gush, ka zgjedhur prap të mirën time. Atëherë Edhe Alba. kur unë kam qenë në baltë, edhe pse ka qenë I nervozuar me mua, nuk më ka zhyt akoma më shumë në baltë, po gjithmonë ka ardhur më ka nxjerr nga balta. Tyben e pas bën një herë, tyben. Ja. Atëherë, Alba. E di unë përse po qesh Limi dhe ju nuk e kuptoni se nuk e keni kapacitetin. Normalisht. Skenare që shto jo. Mirë, po e shojmë Klodin, lëndrimin të cilët edhe Dolce në fakt të cilët po e marrin shumë seriozisht fjalët e Albës të cilat po I thonë. Aladin, të lutem. Po kishe mbaruar fjalë se nuk po gjej fjalë, më u shpreh. Dua t'i them njerëzve që veprat kanë më shumë peshë se fjalët. Edhe 2-3 gjëra negative sipërfaqësore, momentale, nuk mund ta zbehin veprën e përjetshme që njeriu ka vlerësim për të. Mirë, Dolce